Territori i Kosovës për datën 3 prill 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 6 deri në 10 gradë Celsius, Podujev 5 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri në 10 gradë Celsius, Pej 6 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 6 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 8 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri në 8 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 9 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 8 gradë Celsius.